midis Uhudit dhe Jermukut. Sikur imagjinatët mundohej të thurte një histori kaq të çuditshme dhe kaq interesante, nuk do të arrinte. Por realiteti është më i gjerë se sa imagjinata. Ngjarja fillon me zbritjen nga Uhudi në vitin e 3 të Hijretit. Ushtria e mushrikëve ishte vigjilente të arrinte tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Komandanti i ushtrisë së mushrikëve, Ebu Sufjan Sakr bin Harbi, po përgatiste ushtrinë e tij, duke përdorur standardet më të larta të mundshme politike, ushtarake dhe psikologjike. Për këtë, ai zgjodhi që të kishte pranë vetes në krye të ushtrisë djem të rinj, që dallohen për disa veçori karakteristike të veçanta, si aftësia luftarake dhe armiqësia ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin armiqësor me të dërguarin e Allahut, kështu që ishin të stërmbushur me armiqësi, urrejtje, me të cilën ishin ushqyer nga prindrit e tyre. Prandaj i vendosin në krye të ushtrisë. Në krahun e djathtë vuri Halid bin el-Velid bin el-Mugira, kurse në krahun e majtë vendosi Ikrime bin Ebi Hishamin. Të tre komandant bartnin urrejtje të thellë dhe dëshirë për hakmarrje sa më parë, sepse vetë Ebu Sufjanit i ishte vrarë djali i tij, Handala, një vit më parë në Bedër. Ikrimes i ishte vrarë babai i tij, Ebu Xehli, kurse Halidit i ishte vrarë xhaxhai i tij, babai i Ikrimes. Filloi betejë dhe muslimanët triumfuan ndaj mushrikëve. Ushtria e mushrikëve u tërhoq prapa. Halidi bëri një lëvizje të shpejtë kur pa se zona nga pas muslimanëve mbeti e pambrojtur për shkak të largimit të muslimanëve nga llogoret e tyre. Në këtë mënyrë, betejë mori një drejtim tjetër pasi muslimanët u gjendën në mes të dy zjarreve. Prandaj numri të vrarëve në mesin e tyre ishte i shumtë, saqë u vranë 70 vetë nga shokët më të mirë të të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. U masakruan dhe u gjymtuan kufomat e tyre pas vrasjes. Në mesin e tyre ishte edhe njeriu më i dashurit të dërguarit Allahut, xhaxhai i tij, Hamza bin Abdul Muttalib. Mushrikët arritën të dëmtojnë edhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, saqë ju thye helmeta e tij, ju thye një dhëmb, u plagos në buzën e poshtme. 2 hallka nga litse të helmetës ju ngulën në mollzat e fytyrës, dhe u plagos në fytyrë saqë gjaku filloi t'i rrithte në përfaqet e tij. Ebu Sufjani incitoi që të shpaloste hakmarrjen dhe fitoren e grabitur. Ai thirri me zë të lartë, lartësuar qoftë Hubeli, emri një idhulli të mushrikëve. 1-1, Bedri me Uhudin. Lufta është fat që ndryshon. Kështu ai veproi të tërhiqet nga fush betejë për të ruajtur fitoren e grabitur. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam filloi të fshinte gjakun nga fytyra e tij duke thënë: si mund të shpëtoj një popull që i plagos fytyrën pejgamberit të vet? I thyen dhëmbin e tij, i gjakos fytyrën e tij, ndërkohë që ai vetëm i fton të besojnë Zotin e tyre. Zemrimi i Allahut është shumë i rëndë ndaj një populli që e plagos fytyrën e të dërguarit Allahut. Pas kësaj pejgamberit të Allahut i zbriti shpallja prej Allahut për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Ty nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'ua pranoj ai pendimin, apo do t'i dënoj ata. Në të vërtetë, ata janë zullumqtar. Ali Imran 128. 10 vite më vonë, pasi erdhi ndihma dhe triumfi i Allahut për pejgamberin dhe besimtarët, pasi ishte çliruar Mekka, pasi njerëzit hynë në fenë e Allahut grupe, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nderoi jetë, dalim në anën tjetër të historisë, në kufi me Jermukun, në vitin e 13 të Hijretit. Aty ku muslimanët po përballen me ushtritë romake në betejën vendimtare që do të përcaktonte fatin e romakëve në tokat e Shamit. Nëse e pyet kush është komandanti i ushtrive muslimane, ai është Halid bin el-Velid bin el-Mugira. E nëse pyet se kush është komandanti i grupeve vetflijuese, ai është Ikrime bin Ebi Xhel bin Hishami. Dhe nëse pyet se kush është komandanti i mbështetjes emocionale, ai është Ebu Sufjan Sakr bin Harbi. O Zot, sa e çuditshme. Janë pikërisht ata të tre që ishin në krye të ushtrisë së mushrikëve në Uhud. Nëse pyet për historinë e tyre, atëherë Ikrima bin Ebu Xehli thërret: kush është gati të vdes, le të vijë me mua. Për rreth tij u bashkuan afro 400 njerëz dhe secili ishte i vendosur të jepte jetën në këtë betejë vendimtare.
ku vërteti krima ishte një prej dëshmorëve të kësaj betejë. Kurse Ebu Sufjan bin Sakr bin Harbi, i cili tashmë ishte në moshën 80 vjeçare, vetëm me një sy, sepse tjetrin e humbi kur po luftonte për kramet të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në Taif, tani është nën komandën e djalit të tij Jezidit. Dhe roli i tij është të motivojë ushtarët për qëndrueshmërinë në luftë. Ai thërriste muslimanëve duke ju thënë: Allah, Allah, ju jeni shpëtimtarët e Islamit dhe fitimtarët e arabëve, kurse ata janë shpëtimtarët e shirkut dhe fitimtarët e romakëve. O Allah, kjo është një ditë prej ditëve të tua. O Allah, na ndihmo. Ndihma e Allahut është pranë. Mund të imagjinosh ndikimin e këtyre fjalëve në shpirtrat e ushtrisë muslimane. Ata shohin një nga paria e kurejshve në moshën 80 vjeçare që i thërret me këtë thirrje duke i motivuar dhe duke i përgëzuar, dhe me të vërtetë betejë përfundon me një fitore vendimtare dhe me një çlirim madhështor për ushtrinë muslimane, në krye të së cilës ishte vetë Khalid bin el-Velid bin el-Mughira. Le të ndalemi pak me këtë ngjarje për të nxjerrë disa mësime. Kjo histori, nëse i bashkojmë dy skajet e saj midis Uhudit dhe Jermukut, na mundson të kuptojmë si ndodhi ky transformim i çuditshëm i këtyre të treve, Ebu Sufjanit, Khalidit dhe Ikrimes. Nga komandantët në ushtrinë e mushrikëve që luftojnë kundër të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për ta vrarë atë dhe për të zhdukur mesazhin e tij, kur në një moment skena përmbyset për të na dhënë një skenë tjetër krejt ndryshe. Ata luftojnë me dhëmbe me shpirt për të mbrojtur fenë e këtij pejgamberi. Ata i prind turmave bartës të mesazhit të tij për të transmetuar ata anë mban dhe ja sot në një betejë vendimtare ku Ikrime bie dëshmor. Ebu Sufjani humbet edhe syrin tjetër, ndërsa betejë mbaron me fitoren e duart e Khalidit. E gjithë kjo, ndërsa pejgamberi ishte larguar nga kjo botë për tek Zoti i tij dhe s'kishte vend për të hamendsuar se këta po e bënin për sy e faqe, për shpresë apo nga frika, por përkundrazi, kjo ishte bindja e thellë shpirtërore në mesazhin e tij, sinqeriteti në punë dhe besimi i thellë në premtimet e tij, duke kapërcyer kështu çdo lloj armiqësie dhe urrëtie të trashëguar më parë nga baballarët dhe shkuara e tyre. Edhe pse ata janë nga popujt më të vendosur për hakmarrje, nga njerëzit që ruajnë shumë gjatë armiqësinë dhe urrëtien. Pastaj ndodhi ky transformim i thellë që ata të shndërrohen nga komandantë në krye të ushtrisë kundër të dërguarit të Allahut në komandant të betejave në mbrojtje të fesë së tij dhe pas vdekjes së tij. Ajo që ndodhi ishte një formë e plotë dhe e përgjithshme në formimin intelektual, edukimin shpirtëror, mbjelljen e besimit, përcaktimin e orientimit dhe zburimin e vizionit, misionit dhe synimeve. Kjo është një nga arritjet mahnitse të thirrjes pejgamberike, pasi u ringjallën zemra që, pothuajse, ishin të vdekura, të cilat lulëzuan dhe dhanë frytet e tyre. Të mahnit sjellja pejgamberike të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në ditët më të mundimshme të jetës së tij, të dhimbjes fizike dhe shpirtërore. Ai fshin gjakun nga fytyra e tij dhe thotë: si mund të shpëtoj një popull që i plagos fytyrën pejgamberit të tij? Ai thjesht parashtron një pyetje të tillë. Ai nuk foli diçka përcaktuese për përfundimin e tyre. Ai nuk i kërkoi Allahut që të mos i mëshirojë ata dhe as nuk u lut që ata të ndëshkohen me dënim të rënd. Ai thjesht pyeti se a mund të shpëtojnë këta njerëz pasi vranë gjithë ata musliman, i masakruan dhe i gjymtuan kufomat e tyre, pastaj arritën tek i dërguari i Allahut, të cilin e plagosën dhe ja derdhën gjakun e tij të bekuar. Pra, si mundet të gjej shpëtim një popull që bën një veprim të tillë ndaj pejgamberit, i cili i thërret të besojnë në Allahun? Në një moment të tillë plagosjeje, dhimbje shpirtërore dhe fizike, nuk mund të ndalet kollaj. Por pejgamberi e njihte më mirë se askush tjetër Allahun. Ai ishte më i përulur para tij, prandaj ai heshti në shenjë edukate me Zotin e tij. Ai nuk shtoi diçka më tepër përveç se një pyetje normale, pa nënkuptuar në një vendim të padiskutueshëm. Por më vonë, kjo pyetje pejgamberike, si mund të shpëtojë një popull që i plagos fytyrën pejgamberit të tij, do të shndërrohet në një koncept të prerë në parametrat njerëzor. Çdo kush që e sheh këtë skenë do të thotë: nuk ka shpëtim për atë popull që i plagosi fytyrën pejgamberit të tij. Si jo, kur ata pan me sytë e tyre armiqsinë të mërshme kundër të dërguarit të Allahut dhe mesazhit të tij. A mund të ketë diçka më të madhe se luftën me armë për të çrrënjosur dhe zhdukur nga faqja e dheut? Por Allahu i lartësuar për të mos ia lënë fatin e njerëzve dhe përfundimin e tyre në dorë pejgamberit të tij,
krijesës më të ndershme dhe njeriut më të dashur në faqe të dheut, shpalli ajetin kuranor. Ty nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'ua pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata. Allahu deshi që çështja përfundimtare e shpëtimit dhe e lumturisë së përhershme të njeriut të mbetet vetëm në dorë të Allahut dhe në përcaktimin e tij. Allahu i Madhërisëm thot: thuaj, e tërë çështja është vetëm në duart të Allahut. Përfundimi i kësaj çështjeje mbetet në diturinë dhe në përcaktimin e Allahut. Allahu i lartësuar thot: a do t'ua pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata? Mua më duket sikur sahabët kuptuan nga ky ajet një përgëzim se këta njerëz do të pendohen dhe Allahu i Madhërisëm do e pranoj pendimin e tyre dhe ata do të udhëzohen. Ajeti përmend pendimin përpara dënimit, por si edhe kur mund të ndodh kjo, ndërkohë që kjo është gjendja dhe vepra e tyre. Mëshira e Allahut dhe përcaktimi i tij vepron përtej mendimit dhe parametrave njerëzor. Allahu i Madhërisëm thot: Zoti im me mjeshtri e butësi e realizon dëshirën e vet për çka don. Vërtet, ai është i dijshmi, i urti. Jusuf 100. Me gjithë dhimbjen e madhe shpirtërore dhe fizike që përjetoi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për plagët që morrin në trupin e tij, për gjakun që i rrodhi mbi fytyrë, për lajmin që u përhap për vdekjen e tij, për shpalljen e fitores që mushrikët shpallën, për shokët që ju vranë, për kufomat e tyre që u masakruan, ai nuk e humbi durimin, ai nuk mallkoi, ai kërkoi mëshirë nga Allahu për të përballuar zemrimin që kishte me fjalët e tij. Ai kërkoi falje për njerëzit. O Allah, fale popullin tim, sepse ata janë të paditur. Një i mençur që mendon pak mbi këtë lutje në këtë gjendje, kupton domethënien e vërtetë ajetit kuranor. Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Ai, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i mallkoi që të triumfoj. Nuk u mjaftua vetëm me falje, por u lut për ta. Nuk u mjaftua vetëm me lutje, por justifikoi me paditurinë e tyre edhe pse nuk mjafton si arsye. Ky është kulmi i mirësisë dhe i fisnikërisë që nuk mund ta bëjë dikush tjetër përveç tij. Megjithse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u sulmua dhe u lëndua rënd, ai përsëri nuk tha diçka më shumë se një pyetje. Si mund të shpëtojë një popull që i plagos fytyrën pejgamberit të tij? Edhe pse ai është i dërguari i Allahut dhe gëzon pozitën më të lartë të Zotit të tij, edhe pse ai ishte në krye të misionit më të lartë dhe në detyrën më fisnike ndaj popullit të tij. Ky është një mësim profetik madhështor për modesti dhe larg egoizmit. Për mësime të tilla ka nevojë shumë njerëz, sidomos ata që janë zhytur në mbivlerësimin e vetvetes dhe veprave të tyre, që mendojnë se meritojnë gradën e kerameteve, që mendojnë se te Allahu kanë pozite atill që ai takmerret për ta menjëherë sapo të preket nderi i tyre dhe të ndëshkohet pavonuar kushdo që nuk sillet mirë me ta. Nga kjo ne duhet të marrim edhe një mësim tjetër. Nuk duhet të humbasim shpresën në thirrjen tonë me njerëzit që i ftojmë dhe të mos përjashtojmë mundësinë që ata të ndryshojnë dhe të përmirësohen. Sado optimistë jemi. Kush e imagjinonte se dikush nga këta të tre që ishin prezent në Uhud do të ndryshonte në një shkallë të tillë disa vite më vonë. Prandaj ne nuk duhet të konsiderojmë njerëzit peng të një kohe të caktuar. Allahu i lartësuar thot: pritet që Allahu të vërë miqësi ndërmjet jush dhe atyre që kishit armiqësi. Allahu është i fuqishëm, Allahu fal mëkatet, është mëshirues. Ky ajet na ha para syve tanë derën për optimizëm dhe na mbush me butësi dhe qetësi gjatë ftesës sonë.